gjithë ditën fejnë, natën raj, se ju për shembull na akuzojni neve gjifejmë se ju gjinaki Ramazanit, se s'kini se vape, po e ne u thajmë po te gjinafe gji i ke bën brenda ditës unë i kam minus. Po te si hoqe pravaj më kallzon mu, a është gjinaf, po te hoqie, që mund të mësojmë pitoj shumë sende. A është gjinaf të fish gjithë ditën kohën e Ramazanit, tu a gjinaf? Na sa gjinaf. Po te si ka shumica e njerëzve a gjinojnë, gjithë natën rajnë, gjithë ditën finë, nuk quhet e Ramazan. Po ma erë vëlla shte më e bëm ne se rajmë atë ke dere xhenetit e ne te ke fjet gjithë ditën dil, te ke fjet gjithë natën hin. Ataj. Nuk kuaj merak e kini të hini. Merak e kini të hini të bëjni muhabet. A di si mdukeni dini he. Shejtani ka hek brena të rapen e ditë ka vun shallin të rlejkin e na ban hoq. Që shoma qëjni malin dhe nja, si u konvenon jove. Po, si u konvenon. Hajta të bëjta unë një pyetje më kështu seriozisht. Po, si. Është një thonje, bon gjithot hoxha, po mos bon gjibon hoxha. Po, e në një kujshie jem pi Kosovë thët, ja kemi pelevit gronin, atë i gjithët kësha. Po, e ne? Po, e sa të baushtella thët, ja kemi pelevit gronin, thët. Atë i gjithët kësha, ta dhe e jaj. Kilafi nuk mban, është populli jonë për të argumentau vitin e vetë si dembel, për të argumentau vitin e vetë se e ka ba mbetje ushqimore trupore më u trupore, e ka ba ka këtë anët, atër gjibon e ka argumentau këtë nëpërmjet kësaj thënjes. Hoxha ka thanë, kur thabe? Ku tha? Unë kur shkojnë xhamaj, normale. Nuk ai mundshme se ka thanë. No. Populli jonë për të argumentau vitin e vetë, për të arsjetau vitin e vetë, se tjetër se folën, tjetër se vepron, thët hoxha ka thanë. Si i kandet ati? Si i kandet ati.